Ish drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve Sami Mazreku, i denoncuar prej kohësh nga pamfleti bashkë me ish drejtorin e financave në BKS, Valon Berisha, dyshohen duke kërkuar para qytetarëve të ndryshëm në emër të sigurimeve në vlera mijëra euro. Betimi për drejtësi merr vesh se nga këto para, qytetarët, një pjesë të tyre, dyshohet ua kenë dhënë vetë atyre në kesh. Mazreku dhe Berisha u arrestuan në aksionin që po zhvillohet nga krimet ekonomike të policisë së Kosovës me prokurorinë themelore në Prizren. Operacioni ka nisur në orët e ershme të mëngjesit dhe është drejtuar nga 8 prokuror në udhëheqjen e kryeprokurorit të Prizrenit, Petrit Kryeziu. Në listën e të dyshuarve janë 45 qytetarë, si dhe drejtori ekzekutiv i BKS dhe drejtori i financave. Ata dyshohen për përfitime të kundërligjshme mes keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe shkeljes së besimit. Sipas dyshimeve të hetimeve, rolin kryesor në dëmin që pretendohet se i është shkaktuar buxhetit të BKS-s në vlerë mbi 1 milion euro e kanë pasur dy ish zyrtarë të lartë të kësaj byroje, Sami Mazreku, ish drejtor ekzekutiv, dhe Valon Berisha, ish drejtori i financave. Hetimet tregojnë se të dyshuarit kanë marrë të dhënat e 45 llogarive bankare të qytetarëve, përmes të cilave janë transferuar mjete financiare nga BKS, duke u bazuar në marrëveshje të parapërgatitura. Nga këto transaksione, Mazreku dhe Berisha dyshohet se kanë përfituar mijëra euro. Po ashtu, sipas dyshimeve, ata kanë identifikuar qytetarë të përfshirë në aksidente trafiku, të cilëve u janë transferuar para me arsyetimin e kompensimit të dëmeve. Me këta persona janë lidhur marrëveshje sipas të cilave një pjesë e vogël e mjeteve u është lënë qytetarëve, ndërsa pjesa më e madhe e shumave të transferuara dyshohet se ka përfunduar tek dy ish zyrtarët e BKS-s. Në kuadër të këtij operacioni, prokuroria e Prizrenit ka nisur pastisje të shumta në pronat e ish drejtuesve të Byros Kosovare të Sigurimeve. Pastisjet përfshin pronat e Sami Mazrekut dhe të paktën një ish zyrtari tjetër të BKS-s. Dyshimet kryesore të këtij operacioni lidhen me manipulime të mundshme në procesin e kompensimit të dëmeve, ndërsa hetimet janë ende në zhvillim.